Këto janë 4 shenjat e horoskopit që do të kenë më shumë fat me parat në gjysmën e dytë të 2025-s. Sipas astrologëve, janë 4 shenjat të zodiakut që do të kenë fat më të mirë me parat se sa kam pasur deri tani. Gaforia, me Marsin retrograd në shenjën tuaj në pjesën e parë të vitit, ka pasur mungesë motivimi. Megjithatë, me Marsin që lëviz normalisht që nga prilli, fati juaj i parave do të përmirësohet në gjysmën e dytë të vitit. Financat tuaja do të marrin vrull kur Jupiteri, planeti i bollëkut dhe fatit, të hyjë në shenjën tuaj në qershor. Shigjetari megjithse njihet për optimizmin dhe qëndrimin pozitiv, këto karakteristika nuk kanë qenë shumë të forta këtë vit, por sipas astrologëve në gjysmën e dytë të vitit 2025 do të kenë më shumë fat me parat. Binjakët. Për binjakët, edhe pse jeta duhet jetë dukur e mërzitshme kohët e fundit në gjysmën e dytë të 2025-s, do të shihni një shpërthim të papritur parash. Fati me parat do të jetë i madh, përderisa do të vazhdoni të punoni shumë dhe së shpejti do të shihni frytet e përpjekjeve tuaja. Demi, financat janë përgjithsisht në gjendje të mirë, por së fundmi gjërat duken më të qeta. Megjithatë, në gjysmën e dytë të 2025-s do të ketë një rritje të papritur të parave. Astrologët paralajmërojnë megjithatë se mund të ketë shpenzime, kështu që ju duhet të kurseni parat tuaja për momentet e vështira. Me pak fjalë, gjysma e dytë e vitit 2025 do të jetë shumë e favorshme për këto 4 shenja të zodiakut, ndaj përgatituni për ndryshime të mëdha.